prej begative të Allahut Madhëshëm është edhe nata dhe dita. I lartë Madhëshme na kujton libri i tij në disa vende këtë begati. Thot për shembull me një vend, çfarë mendoni po ta bëte Allahu ditë deri në ditë Kiametit, cili Zot përveç Allahut do t'ja sillte natën që të pushonin ata? Pak po dëgjoni. Çfarë mendoni nëse Allah do ta bënte natë deri në ditë Kiametit, cili Zot përveç Allahut do t'ja sillte ndryshimin? Pak po shikoni. Andaj këtu janë begati, nata e dita, hana edhe dielli se si ndryshojnë njëra me tjetrën. Andaj let mendojmë për këtë begati të Allahut që na rrethojnë çdo anë, mos t'i bëjmë vetëm thjesht automatike, mos të ecim thjesht sikur nuk ekzistojnë ato, por të meditojmë se kush na ka begatuar me këtë mirësi.